Vlora Marina, premtimi për turizëm elitar dhe realiteti kaotik në portin e Vlorës. Qeveria shqiptare ja dha koncesionin dhe bëri lëshime për projektin Vlora Marina me premtimin se do të ngrinin stekën e turizmit shqiptar, duke ndërtuar një nga portet turistike më modern të Mesdheut, ku do të mund të ankoroheshin njëkohësisht rreth 400 anije dhe jahte për të tërhequr në qytetin bregdetar turizmin luksos dhe vizitorët me jahte. Por sot, rreth 4 vite pas fillimit të këtij projekti, realiteti në terren duket i zymt dhe kaotik. Porti i Vlorës, që vazhdon të operojë ende në këtë territor dhe që duhet ishte porta hyrëse e një turizmi cilësor për shumë udhëtar, është kthyer në një përvojë negative. Në kalatën perëndimore, ku aktualisht mund të ankorohen vetëm 2 mjete detare, trageti dhe anija Çimentos, nuk është kryer asnjë ndërhyrje që të lehtësojë lëvizjen e pasagjerëve. Udhëtarët dhe turistët sapo mbrin përballen me një pamje larg çdo standardi turistik, mjete të rënda, punëtor, kablo të varura, pluhur dhe zhurmë. Edhe dalja nga trageti është një shteg i ngushtë, ku përzihen autobusët, makinat dhe pasagjerët. Në këtë hapësirë të kufizuar, udhëtarët detyrohen të kalojnë mes mjeteve dhe kaosit, shpesh të irrituar dhe të lodhur, duke bërë akrobaci për të zbritur në tokë. Situata bëhet dhe më problematike nga fakti se bankina ndërmjet kalatës perëndimore dhe asaj lindore ka shërbyer deri dje si vend ankorim për anije turistike. Pikërisht aty hipnin çdo ditë turistët që niseshin drejt Sazanit dhe Karaburunit mes Plurit, Rëmujës dhe mungesës së kushteve minimale teknike. Ky aktivitet, përveç se lë shumë për të dëshiruar nga ana vizuale dhe turistike, ngrinte edhe shqetësime serioze për sigurinë. Mungesa e një vend ankorimi të mirëfillt e një korridori të sigurt për pasagjerët dhe kushteve teknike të përshtatshme rrezikonte si marinarët ashtu dhe turistët. Në vend që udhëtimi drejt Sazanit dhe Karaburunit të nis me përshtypje pozitive, ai niste me stres, rrëmuj dhe improvizim. Prej 2 ditësh është gjetur një zgjidhje përkohshme. Koncesionari ka lejuar që anijet turistike të ankorohen në kalatën lindore. Kjo nuk është zgjidhje perfekte, por për momentin është alternativa më praktike. Rreth 20 anije turistike pritet të operojnë këtë sezon nga kjo vendodhje, duke u ofruar turistëve një eksperiencë më dinjitoze, krahasuar me situatën e mëparshme. Megjithatë, ende nuk është e qartë marrëveshja mes koncesionarit dhe operatorëve të anijeve. Për momentin ata po operojnë pa pagesë, por pa një kontratë apo zgjidhje të qarta afatgjatë. Problemi kryesor mbetet se Vlora nuk mund të funksionojë çdo vit me zgjidhje të përkohshme. Një qytet që synon të jetë kryeqendër e turizmit detar nuk mund ta menaxhojë portin me improvizime sezonale. Operatorët turistik ka nevojë për një vend ankorim të përcaktuar, të sigurt, funksional dhe dinjitoz. Punimet në kalatën perëndimore dhe atë lindore së bashku me ndërtimin apo instalimin e një dallgëthyesi mund të zgjasin vite, ndërkohë sezoni turistik nuk pret. Turistët të vinë çdo verë, anijet duhet të operojnë çdo ditë dhe qyteti ka nevojë për një organizim serioz. Në këtë situatë, koncesionari i Vlora Marina për aq kohë sa ka marrë në administrim një hapësirë kaq të rëndësishme, publike dhe strategjike për qytetin, ka detyrimin moral, publik dhe praktik që të krijojë kushte sa më të përshtatshme për të gjithë përdoruesit e portit. Kjo nuk duhet parë ngushtësisht vetëm brenda pikave të kontratës apo detyrimeve të shkruara në dokumente. Një projekt që është prezantuar si investim strategjik për turizmin elitar duhet të shkojë përtej minimumit kontraktual, duke menduar edhe për pasagjerët e tragedit, operatorët e anijeve turistike, marinarët, sigurinë, aksesin, imazhin e qytetit dhe mbarvajtjen e sezonit turistik. Kur një subjekt privat merr përfitime nga një pasuri publike, sidomos në zemër të Vlorës, ai duhet të marrë përsipër edhe përgjegjësi më të gjera ndaj qytetit. Nuk shkon që me premtimin se po ndërtojnë marinën e së ardhmes, të tashmen ta lënë në kaos dhe rrëmuj.